Prej disa kohësh në skenën ndërkombëtare po qarkullon një term i fortë, i pakëndshëm dhe politikisht i rrezikshëm për imazhin e vendit, narkoshtet. Një etiketë që vjen jo nga analistë periferik apo blogje, por nga një listë e gjatë mediash të mëdha evropiane dhe amerikane, media që formsojnë opinionin publik global, ndikojnë në diplomaci dhe në politikat e sigurisë së BE-s. Ndërsa kryeministri Edi Rama në intervistën e tij për Euronews theksoi se ka krim në Shqipëri si kudo në Europë, tabloja që paraqesin mediat ndërkombëtare është shumë alarmante, jo krim si kudo, por një krim i lidhur me struktura shtetërore, me një ekonomi paralele miliardashe dhe me ndikim real në politik. Pikërisht për këtë tablo flasim prej kohësh Der Spiegel, Arte, Follow the Money, Domani, The Independent, Washington Examiner dhe të tjerë. Revista e gjermane Der Spiegel e përshkruan Shqipërinë si një shtet ku pushteti politik dhe grupet kriminale funksionojnë paralelisht dhe në disa raste bashk. Raporti thekson mekanizma institucional që sipas tyre nuk arrin të frenojnë ekonominë e drogës, por vetëm e menaxhojnë atë në nivel politik. Media britanike The Independent ka botuar disa artikuj ku e pozicionon vendin si pikë të rëndësishme e tranziti për kanabisin dhe më pas për kokainën që hyn në BE. Sipas përshkrimit të tyre, Shqipëria ka ndërtuar një industri të plot me degëzime në Holand, Belgjik dhe Itali. Programi investigativ i Arte Europe Weekly e trajton Shqipërinë si një partner problematik të BE-s, ku krimi i organizuar është thrirë në strukturat e administratës, policisë dhe politikës lokale. Disa segmente të dokumentarit janë të ashpra, ato e paraqesin Shqipërinë si vend ku reforma në drejtësi është kapur nga interesat që duhet i luftonte. Hetimi i Follow the Money, i publikuar edhe në platformën Blast, e shpjegon detajisht zgjerimin e grupeve shqiptare në tregun e kokainës në Perëndim, duke theksuar se rrjetet operojnë me mbrojtje politike në vendin e origjinës. Për BE-n ky lloj prezantimi është më shqetësues se çdo deklaratë politike. Gazeta italiane Domani ka botuar disa analiza mbi lidhjet midis politikës shqiptare dhe grupeve kriminale që operojnë në Itali. Artikujt flasin për një ekonomi të dyfisht, një ekonomi formale dhe një ekonomi kriminale që sipas tyre faturon miliarda. Artikulli i Washington Examiner e cilëson Shqipërinë si një laborator të krimit transnacional, duke paralajmëruar se trafiku, korrupsioni dhe kapja e institucioneve po e vendosin vendin në radarët e agjencive të sigurisë perëndimore. Një nga arsyet kryesore pse Shqipëria etiketohet si narkoshtet është mënyra se si fitimet e krimit organizuar shohet se riciklohen në ekonominë legale, veçanërisht në ndërtim. Shumica e raporteve ndërkombëtare nënvizojnë të njëjtin problem, një shpërthim i ndërtimeve që nuk shpjegohet nga dinamika reale e tregut, vila, kulla, resorte dhe pasuri të paluajtshme që blihen me para të padeklaruara, mungesë verifikimi efektiv të burimit të fondeve, kapaciteti i ulët investigimi financiar. Follow the Money dhe partnerët e tyre investigativ argumentojnë se Shqipëria është bërë një nga portat kryesore të riciklimit të kapitalit të palikshëm në Europë, duke e lidhur këtë me klane kriminale që operojnë në trafikun e drogës. Një tjetër arsye e fortë pse mediat përdorin termin narkoshtet ka të bëjë me perceptimin e lidhjeve të ndërsjella me strukturave të krimit dhe segmenteve të politikës. Në raportimet e Der Spiegel, Domani dhe Arte theksohet se disa grupe kriminale kanë patur akses tek zyrtar lokal apo biznese publike, politikan lokal apo funksionar publik, janë hetuar ose ndonjëherë arrestuar për bashkëpunime me rrjete trafiku. Pushteti lokal në disa zona shihet si i kapur nga interesa kriminale, edhe pse jo çdo raportim është i njëjtë. Linja kryesore është kjo: shteti nuk është radikalisht i shkëputur nga aktivitetet kriminale dhe kjo i shton peshë termit narkoshtet. Kur kryeministri thotë se krimi është si kudo, ai e vendos debatin në nivel krahasimor, por problemi që ngre Europa nuk e ka me krimin, por me shkallën, ndikimin dhe penetrimin e tij në ekonomi, institucione dhe politik. Pikërisht këtu lind edhe termi narkoshtet, jo për shkak të trafikut, por për shkak të mënyrës se si ai thuhet se e ka ndikuar pushtetin. Ndërsa qeveria përpiqet të projektojë imazhin e një shteti normal, modern dhe kandidat për BE, mediat ndërkombëtare nga Gjermania në Itali, nga Britania në SBA, e paraqesin vendin si një nyje kyçe të krimit organizuar në kontinent. E vërteta mund të jetë diku në mes, por fakti që termi narkoshtet përdoret me këtë intensitet është një sinjal alarmi që nuk mund të injorohet më.